Vetëm pak ditë para finales së madhe të play-offit, kombëtarja e Kosovës ka nisur përgatitjet finale për ndeshjen historike kundër Turqisë. Pavarësisht temperaturave të ulta dhe rreshjeve të borës, dardanët janë shfaqur me vullnet të lartë, duke treguar se gjithë ekipi është i gatshëm për sfidën vendimtare drejt kualifikimit në botrorin 2026. Normalisht është një ndeshje e vështirë, duke marrë parasysh cilëtetin që ka Turqia. Për këtë e kemi vizituar edhe në ndeshjet më parë, që pavarësisht cilësisë së skuadrës së tyre, ne jemi shumë të bashkuar si grup, luftojmë për njëri tjetrin dhe kjo ka shumë rëndësi. Përveç përgatitjeve taktike, dardanët llogarisin shumë edhe në lojtarin e tyre të 12 që janë tifozët, mbështetja të cilëve pritet të ndjetë fuqishëm jo vetëm në stadiumin Fatil Vokri, por edhe në të gjitha sheshet e qyteteve anëban Kosovës. Mendoj se kemi një atmosferë shumë të mirë brenda skuadrës. Jemi një ekip shumë i mirë dhe luajmë si një ekip i bashkuar, gjë që është një nga pikat tona më të forta. Prania e tifozëve në stadium do të jetë një shtys më e fortë për kombëtaren. Mbështetja institucionale po konkretizohet pasi Ministria e Financave këtë do të ekzekutojë shpërblimin prej 500.000 eurove për triumfin ndaj Slovakisë, ndërsa në rast të triumfit ndaj Turqisë, ekipi do të shpërblihet edhe me 1 milion euro shtesë. Ndeshja vendimtare ndërmjet Kosovës dhe Turqisë do të zhvillohet të martën nga ora 20:45 në stadiumin Fatil Vokri në Prishtinë dhe fituesi i këtij takimi do të sigurojë një vend në kampionatin botror 2026 që organizohet në Kanada, Meksik dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.